Po nuk është që kem njohur ndonjë sfidë të madhe që normal që çdo ligj kur fillon me apliku ka sfidat e veta, ka dilemat e veta, po besoj që edhe kryetarët janë adaptu mirë në zbatim të ligjit, po edhe vetë Këshilli Gjyqësor besoj që ka bërë një punë të mirë, pastaj si edhe në hetimin edhe në disiplinimin e gjyqtarëve në ato raste kur ka pas vend për zhvillim procedura disiplinore. Ndoshta besoj që në këtë aspekt ka funksionuar mirë. Kryetar ka pas përpjekje të shumta nga ana e legislativit dhe ekzekutivit që ta kenë të optim sistemin e drejtësisë për të bërë reformë në të, dhe nevoja për reformë është thënë vazhdimisht që ekziston, madje që të ketë edhe reforma të thella sikurse procesi i vettingut. Rrugës nuk u marrën shumë me vettingun sepse matematikat nuk ju dolën si duket në Kuvendin e Kosovës për ta nisur atë që u lejuan nga Komisioni i Venecias, por megjithatë një proces të reformës e filluan bashkërisht të gjithë aktorët institucional, ku nënshkrua edhe ajo deklarata e famshme e zotimeve. Në kuadër të këtij procesi parashihet pas që të ndryshohen shumë prej ligjeve që do të ishin në shërbim të reformës. Ku jemi me këtë proces? Realisht ne kemi qenë pjesë e reformës, me thonë, dhe kemi kontribuar si gjyqësor jashtëzakonisht shumë, që nuk është se janë përfill gjitha kërkesat tona në atë pjesë, sepse ndoshta nuk ka pas vullnet politik, po megjithatë ne jemi pajtuar në atë formë si kanë mbet ato ligje. Ka pas edhe mospajtime të vogla që pastaj ligji ka shkuar në Komisionin e Venecias, e di që janë kthy prej Komisionit Venecias edhe me disa rekomandime. Për shkak të zgjedhjeve ligjet kanë mbet në status quo, do të thotë derisa nuk formohet qeveria do të jetë kjo gjendje. Po shpresojmë që pasi të krijohen institucionet të vazhdojmë me kompletimin, kuptimin e rekomandimeve të Komisionit Venecias edhe pastaj të procedurën edhe në konvent, në mënyrë që të kemi atë legjislacion. Për neve është e rëndësishme që ta kemi, sepse do t'i mundsoj sistemit që të arrisë llogaridhënien. E kam thënë çdo herë që sistemi do të jetë i pavarur, mirë po në asnjë mënyrë nuk do t'i mungoj llogaridhënia. Edhe llogaridhënia është ajo që e bën një sistem edhe me integritet, edhe të pavarur. Kështu që po shpresojmë që me formimin e kuvendit të qeverisë do të procedohen edhe ato. Kryetar, ju jeni edhe kryetari i komisionit për provimin e jurisprudencës dhe ka kohë që ky provim nuk po organizohet. Cilat janë arsyet pse s'ka dinamik më të madhe, pse s'ka organizim të provimit? Sa i përket arsyeve, ndoshta nuk mund më dhënë arsye pse. Megjithatë, unë mund me thonë që në fillim të gushtit i kam kërkuar sekretarisë që të vazhdoj me procedurat për shpalljen e provimit, afatit provimit. Nuk ka pas ndonjë përgjigje zyrtare, mirë po kanë thënë se po presim, e di që është çështje e vullnetit politik, ndoshta po nuk di çka është në këtë mes, po megjithatë provimi nuk ka pas vullnet që të mbahet. Po pa fajin e komisionit, do të thotë komisioni ka qenë i gatshëm që ta mbajë provimin, është çështje e ministrisë pse nuk e ka shpallur. Do të thonë vrit aminin e politikës. Kryetar, po shkojmë drejt fundit, cilat janë sfidat që prisni në vitin 2026 me cilat do të përballet sistemi gjyqësor? Realisht, në sistemi gjyqësor o bo punë jashtëzakonshme dhe këtë fakt nuk mund me mohu askush. Këto e tregojnë edhe raportet e partnerëve edhe vetë raportet monitoruese, do të thotë është një punë jashtëzakonshme që do ta vlerësuar, megjithatë ne nuk mund të themi që jemi në atë stad ku mund vetë kënaqemi. Brenda sistemit gjyqësor ka aq sfida, ka aq probleme, ka aq shumë çështje që dojnë trajtuar sa
besoj që secili që merret me menaxhim duhet ta ketë vëmendjen e plotë tek këto probleme. Problem që vazhdimisht e përcjell gjyqësorin është numri enorm i lëndëve, edhe kjo nuk është fakt që mundemi me mshef, po ajo që na bën me besu që kjo do t'i vijë fundi kësaj pritjes edhe numrit të madh lëndëve, është fakti që sistemi gjyqësor pothuajse është kompletuar me gjyqtar. Janë kryesisht gjyqtarë të ri që besoj që secili prej tyre ka vullnet dhe ka perspektivë të punës që na bën me besu që do ta marrin seriozisht punën edhe do të ketë një ritëm të ri brenda sistemit gjyqësor. A mund me prit mrekulli? Muj me thonë lirisht që mrekullit nuk pritën brenda një viti, po unë besoj që gjykatën themelore në Gjilanëve që kemi që trajton lan 2025-ës, gjatë vitit 2026 shpres që qofse nuk trajtohen brenda një viti, të paktën të mos ketë lan më të vjetra se 2 vite në shumicën e gjykatave themelore, që do të jetë diçka pozitive. Problemi më i madh mbetet natyrisht me Prishtinën dhe me gjykatën e apelit, edhe pse besoj që me numrin aktual gjyqtarëve dhe gjykata themelore dhe gjykata e apelit do të ketë përmirësim të dukshëm në shkurtimin e kohëzgjatjes lëndëve në pritje.